I keni parasysh besoj çmimet e larta në Tiranë të produkteve bujqësore edhe blegtorale. Autoriteti i konkurrencës ka gjetur shkaktare. Është Nori Zela. Nori Zela dhe 6 kompani të tjera, apo 6 grumbullues me 6 eksportues nga Shqipëria në drejtim Bashkimit Evropian. E ka gjetur autoriteti i konkurrencës. Kuptoni? Kur na tha në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave se kishte bërë një studim që ishte në kufit e doktoraturës, 400, 500, 600 faqe material, autoriteti i konkurrencës sinqerisht më habiti. Por më i habitur jam tani kur kuptova se nga 400-500 grumbullues në këtë vend, nga 300 e ca eksportues nga ky vend, vetëm 6 janë kompanit që i kanë kushtëzuar të 300, 400, 500, 600 grumbullues dhe eksportues bashkë çmimet. Unë nuk e di se kush është logjika, po që 6 kompani të përcaktojnë çmimet për 600 të tjerë, kjo natyrisht që kërcet, nuk qëndron logjikisht. Lërë më pastaj shkencërisht e bazuar në rregullat e ekonomisë tregut e kështu me radhë. Shikoni, Nori Zelën e njoh që herët fare. Nori Zela nuk është abuzues. Nori Zela ka qenë dhe është një ndihmë shumë e madhe që kur u kthye nga jashtë shtetit për të punuar këtu, për bujqet dhe fermerët e Divjakës, Spolatës mbi të gjitha, Lushnjës, Fierit edhe Berarit. Nori Zela nuk shet asnjë gram perime apo fruta brenda vendit. Nori Zela grumbullon dhe eksporton jashtë Shqipërisë. Nori Zela nuk i ka një njeriu të vetëm, një bujku të vetëm, 100 larg borxh, shlyer deri në fund detyrimet. Për më tepër, Nori Zela nuk ka asnjë komunikim me 5 kompani të tjera, po me 6 edhe më shumë se sa të tjerët, sepse Nori Zela ka qenë gjithmonë më vete dhe ka parë punën e tij në ndihmë të bujqve dhe duke shlyer 100 larg detyrimet e tyre. Nuk gjen një bujk që ta ketë detyruar me çmim Nori Zela. Këto janë fatura të këtij muaji, të dhjetorit të 2025-s të Nori Zelës. E dini me sa e kanë mbledhur kastravecin fjala bie nga bujqet Nori Zela? 219 lekë. Ose më mirë të themi 2190 lekë. 2190 lekë. Ja keni futur kot nga mëngjesi deri në darkë dhe pata këtë frikë dhe prandaj u paralajmërova në Komisionin e Ekonomisë që bëni kujdes se po ja fusni kot. Ju që nuk guxoni të hetoni marrëveshjen e ndaluar në tregun e sigurimeve. Ju që nuk guxoni të hetoni apo nuk guxuat të ndëshkonit 4, 5 të vetmet këto kompani të miellit për bukë. Ju keni bërë këtë dhe keni rregulluar çmimet ju. Sa keq.